Një kampione kërcënon. Në fakt është vetëm ultimatumi më i fundit. Majlinda Kelmendi duket e zhgënjur nga trajtimi që i bëhet nga qeveria e Kosovës. Medalisja e judos i ka dhënë afat krerëve të shtetit të plotësojnë kërkesat e saj. Në të kundërt, judoka do të vendosë të përfaqësojë një shtet tjetër. Kelmendi pretendon që shpërblimet për triumfet në arenën ndërkombëtare të parashikohen me ligj, diçka që deri më tani nuk ka ndodhur. Qeveria ka 10 ditë afat për të gjetur mënyrën që kërkesa e saj të plotësohet. Kërcënimi i 21 vjeçares nga Peja erdhi vetëm pak ditë pas medaljes së artë të fituar në turneun Grand Prix të Düsseldorfit. Ajo ka bërë të ditur se ka oferta mjaft të mira në aspektin financiar nga 3 shtete që po tentojnë ta bindin të garojë me flamurin e tyre. Vetëm pak kohë përpara Olimpiadës Londër 2012, ku garoi me flamurin e Shqipërisë, Majlinda Kelmendi kishte refuzuar një ofertë shumë njohëse nga Kazakistani.